Në zonën veriore të Pukës, aty ku dhjetëra familje jetojnë në vështirësi të thella ekonomike, skamje dhe mjerim, festa e vitit të ri, për shumë kënd, do të ishte një tryezë bosh. Por edhe këtë vit, fal solidaritetit njerëzor, dhimbja e mungesës po zëvendësohet me shpresë. Një nga emigrantët e kësaj zone, artisti Fran Gjoka, me banim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në bashkëpunim me gazetarin Armir Mejaj, për të 10 vit të radhazi, ka ndërmarrë nismën humanitare Askush nuk mbetet pa festë, e cila ka për qëllim që asnjë familje në zonën veriore të Pukës dhe Fusharzit të mos e kalojnë festën pa ushqim dhe dinjitet. Ideja ime dhe Franit ka qenë që askush ndër ne në komunitetin tonë të mos mbetet pa festa dhe të gjithë kemi apo s'kemi të kremtojmë Krishtlindjen dhe vitin e ri. Ndaj me këtë rast ju uroj të gjithëve gëzuar dhe sa më pak varfëri në këtë situatë ku realisht fshatrat përshkojnë drejt boshatisjes së plotë edhe në ato fshatra ku ka ende familje janë të moshuar të cilët kanë mbetur vetëm me pa përkujdesje, duke krijuar një situatë në fakt që kërkon një dorë solidariteti, qëllimi i të cilës është edhe aksioni askush ndër ne pa festa që ne organizojmë prej 10 vitesh. Për Fran Gjokën, kjo nismë është më shumë si një akt bamirësie, është një dhuratë gëzimi për vendlindjen e tij dhe për familjen e tij shpirtërore, teksa shpreson që çdo vit të ketë gjithnjë më pak familje në nevojë në zonën veriore të vendit. Dua të uroj në mënyrë të veçantë familjet e varfra, kudo që jetojnë, por kryesisht ato të rrethit të Pukës, prej nga vi edhe unë, duke dëshiruar që viti që po vjen t'i gjej me jetë më të mirë, më të begat, më të lumtur. Falenderoj nga zemra edhe ekipin që punon sidomos në këto ditë të vështira, në kohë të vështirë, në terren të vështirë, e udhëhequr nga gazetari miku im shumë i dashur Armir Mehaj, që tërket derë në derë për të sjell sa më shumë lumturi që të mundemi në ato tryeza që mjerisht janë të varfra, por janë tek zemrat e mëdha, tek zemrat bujare. Paketat e ndihmës të përbëra nga shpurta bazë ushqimore, pije, fruta, perime dhe baklavaja e festave janë një simbol i fortë solidariteti, por dhe një kujtesë se edhe më të varfrit nuk duhet ta humbasin shpresën. Për ta, këto paketa janë më shumë se ushqim, janë gëzim dhe dinjitet. Zoti marë me familje, ta lash Zoti të marrë në vit i marë për të toni shumë. Zoti me të në të mirat, vllajën tonë që e kena atje larg. Shumë faleminderit për ti. Allah është problemet në jetë edhe të Zot. E ujtë Zoti, ka kohë të ka vë. Zoti ja prej belat rëzishit. Me një e pa fund për patriotin tonë Fran Gjoka, që na kujton çdo fund viti për festat e fund vitit. Zoti të shpërbleh për këta nëjmë se bëjbje për këtë kujdesje që pa banë për njerëz të me probleme. Në zonën veriore të Pukës, shpopullimi është i ndjeshëm. Në shumë prej familjeve që ende mbajnë dyert të hapur, kanë mbetur vetëm të moshuarit, shpesh në kushte të rënda ekonomike dhe sociale. A ka ngel kush të qatat? Kokosh, S'ka me kush. prika të shfjellën në katon, të në mo. Edhe ato me plesh. Ato me pleshe me plaka. Kosh ka me? Një e një, robi Zotit të në. Ne pjesë zetën, e unë jam vetëm më zashin ka. Po thuj se më përqësi kanë met veç burë e gru, lumë ato, se kena dhe ato që kanë met njoni vetëm, ato është problemi madhë me ato. Tradita e krijuar në Pukë tashmë është kthyer në një nismë unike solidariteti që synon të zgjerohet çdo vit fal kontributit të filantropit Fran Gjoka dhe emigrantëve të tjerë të zonës, të cilët nuk e harojnë vendlindjen dhe njerëzit e saj.